Në fund të dhjetorit 2024 me shumë bujë dhe nxitim u inaugurua segmenti Unazës së Madhe të Tiranës, një projekti shumë pritur nga banorët e kryeqytetit si një zgjidhje për lehtësimin e trafikut të ngarkuar. Megjithatë, pak di pas hapjes, qytetarët nisin të denoncojnë problemet e shumta që lidhen me cilësinë e dobët të punimeve. Ankesat varojnë nga lidhjet jo të sigurta të urave, sidomos në segmentin që lidh ish doganën me Paskuqanin deri tek mbyllja e papritur e një pjese të Unazës pranë lumit të Tiranës, më 8 deri në 9 mars, për punime shtesë që nuk kishin përfunduar në kohë. Edhe pse kanë kaluar gati 4 muaj nga përorimi, problematikat vazhdojnë të jenë të pranishme dhe qytetarët nuk ndalojnë se ngritur i zërin. Një banor i zonës së Shkozës tregon për gjendjen e rëndë të infrastrukturës së rrugës poshtë njërës prej urave të Unazës, ku mungesë ndërhyrjes nga autoritetet po u shkatrojnë automjetet banorëve. Pamjet nga tereni tregojnë një rrugë të pasfaltuar me gropa, ndërkohë që mjetet e ndërtimit janë të fikura dhe nuk shikohet asnjë punëtor. Banorët i bëjnë thirrje autoriteteve që të ndërhyjnë sa më parë për të rregulluar situatën, pasi edhe pas disa muajsh nga hapja e zyrtare e Unazës, problematikat infrastrukturore mbeten ende të pasgjidhura. Mbethet për të parë nëse në këtë muaj fushat e autoritetit do të gjejnë kohë për të zgjidhur këtë problem.